Besoj se po. Tani mbetet drejtësi, sepse ne bëjmë punën tonë, dërgojmë informacione, dërgojmë kallëzimet tona, por pastaj mbetet në dorë të drejtësisë, nëse do shkojnë aty ku duhet apo jo. Nëse duan ta çojnë hetimin aty ku duhet. E shihni Elbasanin si një territor ku mund të ketë reagim qytetar? Besoj se ka reagim qytetar, edhe pse është më i vakët, sepse është ajo frika e njerëzve që shikohet të mos dalun publiki, sepse kam interes, kam dikë, por realisht... Një kryevepër e patronazhimit. Sepse i marrin telefon, do në presioni është nivele shumë të larta. Personal, do më të targetuar. Personal, është personal. Do më të në Elbasan nuk mund të takosh askënd nëse dikush nga mazhoranët takojnë dikën nga opozita, është problem shumë i madh. Apo dikush që nuk ka asnjë lidhje me një vend pune administrat. Po pse? Për çfarë arsye e ke takuar këtë, i ke dhënë informacion, i ke dhënë një problematik. Domethënë, po patjetër qytetarët do të janë problematikat e vendit ku jetojnë. Atëherë si do ta zgjidhin? Nëse ti shkon në një bashki që nuk merr informacionin e duhur, shkon në një bashki që nuk të zgjidh asnjë problem ndaj hallit qytetarëve, po patjetër do ta thuash diku. Jo më larg se para disa ditësh në Lajë Skënderbej ishin një javë pa drita. Një javë pa energji elektrike. As nuk doli askush. Një javë? Një javë pa energji elektrike, Nëse javë pa drita s'ka kush dali se s'ka telefon. Jo, po shetmer, pa askush, as nuk dënjuan fare, as të shkonin, as të flisnin. E mbajtën aty si burrat. Po, derisa doli më pas në media, doli në media dhe shkuan më pas i takuan, shiko se ka pas një problem. Po pra, por çfarë janë njerëzit? Për çfarë është administrata? Për çfarë është në total bashkia për të ofruar shërbimin e duhur qytetarëve? Atëherë shko dhe ofroj, qëndroj. Po me ujnë? Jo vetëm me frikë. Më kujtoi Saranës tash. Po, dhe me ujnë kemi ca problematika, domethënë që disa vende ka ujë, në disa vende nuk ka ujë, në disa vende hapen përsëri punime, pretendon të ishin mbyllur ato punimet. Po, kemi prapë, domethënë, problematika që hapen punimet, mbyllen prapë, po do zgjasin këto në kopë. Janë problematika të vogla, domethënë, to i quajmë të vogla në krahasim me këto të mëdha që nuk po dim si t'i zgjidhim. E qartë, kam dhe një kuriozitet të fundit të zonja Çopja, Elbasani, ndryshe nga Amsterdami, se jeni më lartë se Amsterdami, ka dhe pistë për gara me makina. Si po shkon ajo historia? Pista e garave. Pista e garave është shembur pak. Pak. Është shembur pak pa inaugurohet. Fillon punimi, pastaj shembet. Që nga si kalar Rozafës. Po, shembet, po këto janë probleme që kamuflohen, s'ka që janë nga kushtet atmosferike, ka një problematik në punim, po, e kanë gjithmonë justifikim. Por që kanë ngelur aty, nuk po bëhet asgjë më. Do të kanë ngelur aty, ne pretendojmë të ta kemi, do kemi të pistën e garave të madhe. Do vi Schumacher, do rilindi. Po, do rilindim aty. Por është të mërësi se çdo gjë, vetëm kalojnë fonde, vetëm bëhen shpenzime dhe më vjen shumë keq që Elbasan duhet ishte sot një qytet shumë zhvilluar, sepse po e ka të gjitha mundësit. Për që një... Po se ti, po të vini re, në prente të shtu në Elbasan, trafiku në autostrat për të shkuar rreth Porgadisës dhe Korçës, është kilometrik. Por edhe në jug, se tani përvjen shumica nga Elbasani. Por, sidomos për Porgadisën Korçë, pa filluar akoma jugu, se në maj fillon e ngarkesa e jugut, ndërkohë që Elbasan është një alise, shumë mirë, mund të ishe një pikë qëndrimi për këdo që kalon, sepse ti në moment që i ofron dikujt një vend të bukur, një qytet pastër, të mirë organizuar, atyre kushdo mund të ndalojë. Qështë? Të ti rrit turizmin, rrit qytetin... Ndalojnë shqiptarët në hotolisht me mirën, në hotolisht. Po, imagjinon në hotolisht nuk ndalojnë në Elbasan. Sepse thonë, shiko, si të kaloj. E qartë, faleminderit shumë zonja Çopja për kohën edhe për informacionin që na sollët. Ne kalimisht këputje publicitare rikthehemi me çmime nafte, me çmime gaz.